E pam shqetësimin e peshkatarëve dje. Ne ishim dje një ditë më parë, ku dhe ne vetë si drejtues i organizatës menaxhimit peshkimit dhe e kemi shpën shqetësimin e peshkatarëve tek drejtoria politikave pranë Ministrisë së Bujqësisë. Gjuetia e Koranit në liçenin e Pogradesit bëhet me rrjeta fundore, jo si përfaqësore pelagjike. Rrjetat pelagjike me liqe të ndaluara si në ujërat detare, po ashtu dhe në ujërat e brendshme të liçenit. Aq më keq të liçenit të Horit Pogradesit. Rrjetat lundruse, ne si në gjuhën e peshkatarëve themi rrjeta lundruse, fluturuse, në gjuhën shkencore i thonë rrjeta drifnest, pelagjike. Ato janë rrjeta shfarose, sepse ajo rrjetë nuk e ndan dhe çfarë do zera i Koran apo klen. Është e lejuar, por me rrjeta fundore, siç e përcakton rregullori i peshkimit. Kjo rrjetë kur ecën çfarë ze vetëm Koranze, peshku tash sepse në gjuhën e peshkatarit peshku bën pllavitjen, pjekjen. Dhe janë gjithë speciet përsipër. Krapi, kleni, mrena, Korani rrin në këto, sepse çdo familje rrin njëra mbas tjetrës e specieve. Si s'del Korani në periudhën e dimrit, si përfaqësor, mbas Koranit në shtretën poshtë është kleni. Domthon jo se piqet, por rri, sepse rrin familje speciet në liçen apo ndet. Ai është gjatë dhe kur del peshku për të gjojtur do gjuaj, do ketë. Si qikin ata të grepave. Po pse, si se që na kemi fëmijë për të qyr, ai i grepave nuk ka fëmijë. Ka dhe diçka atje që ata bin përsëri në kundërshtim me thënien e tyre. Ata nuk rrin 3 muaj, rrin 1 muaj. Se janë të gjithë të pajisur me kontrata vezës që punojnë janë shkurt për komunën e vezëve. Rrin 3 muaj këta të grepave që është 80% e numrit të peshkatarëve është me grepa. Unë nuk kam asnjë shqetësim dhe i përgëzoj. Po mirë dakord, të ngrihet pala tjetër me grepa. Dhe kërkojnë që këta të më tuiqen rrjetat fare. Dhe gjuajnë vetëm një grup peshkatarësh, të gjuajnë ose do gjuhet me një vlak të reqës sasie e vezëve që do grumullohet për dhe kjo është e arrirë. Është vepër penale e para fare. Pastaj gjoba varion nga 2 milion, 3 milion dhe sekuestrim i madh. Mua më vjen keq për peshkatarët. Në radhë të parë për peshkun që neve për speciet e peshkut dhe Koranin që ne e sollëm dhe klenin dhe krapin të rrihen në anët siç rrishe para disa vitesh, këto vitet e fundit. Po rrihet dhe tash në anët peshku. Po vjen me tonelada peshku në anët. Ku ne kemi të parë me video, me filmime, ku e kanë parë gjithë njerëzit. Pse ka ardhur kjo? Fal punës tonë të policisë kufitare, të policisë së rendit, të inspektoriatit.